të dashur qytetar të Vlorës, të dashur miq, demokrat edhe më gjerë, të gjithë ju që e ndjeni veten shqiptar dhe që prej vitesh jeni të nëpërkëmbur e të shkelur nga kjo qeverisje. Sot, qëndresa dhe revolta qytetare ka arritur pikën kulmore. Aty ku mbaron durimi, lind vendosmëria për ndryshim. Jo më kot Partia Demokratike mblidhet sot në Vlorë, qytetin ku lindi pluralizmi politik dhe ku u hodhën themelet e para të demokracisë shqiptare. Ishte zëri i qytetarëve që kulmoi më 22 mars 1992, duke i dhënë fund një sistemi dhe duke hapur rrugën e lirisë. Sot, fatkeqësisht, përballemi me një realitet të kundërt me ato vlera. Institucione të pavarura që duhet të shërbejnë dijes dhe qytetarëve, po shndrohen në hapësirën e militantizmit politik. Universitetet që duhet të jenë tempulli i mendimit të lirë, po përdoren për interesa partie, duke shkelur autonominë dhe neutralitetin e tyre. Politizimi i arsimit, përfshirja e organizuar e pedagogëve në mbështetje të kandidatëve të pushtetit dhe ekspozimi i simboleve politike në ambiente akademike janë fakte të rënda që nuk mund dhe nuk duhet të normalizohen. Kjo qeverisje ka sjellë arrogancë, abuzim me pushtetin dhe varfërimit të qytetarëve. Ka prodhuar padrejtësi, pabarazi dhe ka zhveshur institucionet nga misioni i tyre publik, duke e çuar vendin drejt një krize të thellë besimi dhe shprese. Ne besojmë në forcën e qytetarëve, në zërin e lirë dhe domosdoshmërinë e llogaridhënies. Besojmë se Shqipëria nuk mund të mbahet peng nga militantizmi dhe propaganda, por duhet të rikthehet në vlerat e demokracisë, të ligjit dhe meritës. Vlora ka qenë dhe do të mbetet simbol i lirisë, pluralizmit dhe qëndresës qytetare. Nga Vlora ka nisur historia dhe nga Vlora do të nisë sërish ndryshimi. Ne sot zgjedhim rrugë paqësore, me besën e njëri tjetrit, të qëndrojmë të palëkundur deri në rrëzimin e kësaj qeverie, të bashkuar me dinjitet dhe vendosmëri, pa u ndalur dhe pa u tërhequr. Ne sot zgjedhim rrugën paqësore, me besën e njëri tjetrit, të qëndrojmë të palëkundur deri në rrëzimin e kësaj qeverie, të bashkuar me dinjitet dhe vendosmëri, pa u ndalur dhe pa u tërhequr, në datë 22 dhjetor. Nesër është shumë vonë.